Besimi i Sarës e mundi mos përputhjen, tashmë e kemi mësuar këtë. Ne kemi mësuar për lëkundjen, sa nga ju e kuptojnë se çdo thotë të lëkundesh në besim. Kemi ndonjë të lëkundur këtu? Unë vetë jam lëkundur, lëkundem ndonjëherë. E di atë që Perëndia ka thënë, e besoj atë që Perëndia ka thënë, por ndonjëherë, nëse nuk tregoj kujdes, sa nga ju e dinë se lëkundja vjen si produkt i lodhjes. E keni vënë re këtë? Dikush ka thënë se trupi dhe shpirti jetojnë kaq pranë, saqë marrin sëmundjet e njëri tjetrit. E vërtet. Kur ju jeni të lodhur, ndonjëherë është e vështirë të besoni Perëndin, ndonjëherë besimi yt lëkundet. Por Bibla thot se Sara dhe Abrahami e mbajtën besimin e tyre të fortë. Dhe besimi i Sarës e mundi pa besimin e saj. Edhe njëherë është interesante, kur vini pranë pasazhin nga Hebrejve dhe pasazhin nga Romakëve, shihni Abrahamin dhe Sarën së bashku. Romakëve thot Abrahami plotësisht i bindur se atë që ai kishte premtuar ishte dhe i fuqishëm ta bënte. Hebrejve thot Sara e konsideroi besnik atë që i kishte bërë premtimin. Ajo që ndodhi në regjistrimin e besimit të Sarës dhe në regjistrimin e besimit të Abrahamit ishte një mrekulli e mahnitshme nga ana e Perëndisë. Dikush në ka mësuar dikur dhe unë besoj se është mësim i vërtet. Se përveç vuajtjeve, ne mësojmë më shumë si të krishterë për ecjen me Perëndin përmes pritjes, sesa përmes çdo gjëje tjetër.